Në emisionin Një diell në Top Channel, i ftuar ishte Redoni, ish konkurrent i Big Brother VIP Albania. Gjatë intervistës, ai u pyet në lidhje me raportin e tij me Eglin, si dhe për një mesazh të dërguar në Big Love, që u shfaq në emër të tij. Ky moment ka shkaktuar shumë spekulime dhe diskutime midis ndjekësve të këtij formati popullor. Redoni, i njohur për natyrën e tij të hapur dhe direkt, ka ndarë mendimet e tij mbi marrëdhënien e tij me Eglin brenda shtëpisë së BBV. Ai u shpreh se për shkak të kohës së shkurtë që kaloi në lojë, ai arriti të krijojë një raport unik, i cili ishte i veçantë dhe thelbësor. Eksperienca ime aty ka qenë vetëm 5 ditë. Pavarësisht kësaj, unë kam ndjerë se kam krijuar një lidhje të fortë me Eglin, e cila ishte më e forta aty. Jam tit besnik dhe për të gjitha të këqijat mbështes ata që janë afër meje, theksoi Redoni, duke treguar se si ndjenja e besnikërisë luajti një rol të rëndësishëm në raportin e tij me Eglin. Në qendër të diskutimeve ishte një mesazh i veçantë që u shfaq në Big Love, i cili ishte dërguar në emër të Redoni. Kjo bëri që shumë ndjekës të spekulojnë nëse ishte vërtet ai që kishte shkruar ato fjalë pasionante. Mesazhi kishte përmbajtje të fortë dhe emocionuese, duke thënë: "Syt janë pasqyra e shpirtit tënd të bukur. Të lutem mos lejo të venitet shkëlqimi që reflektohet në to. Kjo eksperiencë do të mbaroj dhe unë mezi pres të takoj." Kur u pyet mbi këtë mesazh, Redoni u shfaq i habitur dhe mohoi çdo përfshirje në të, duke theksuar se dikush kishte përdorur emrin e tij pa dijenin e tij. Kjo ndodhi në një kontekst ku përdorimi i emrave të njohur për qëllime personale bëhet gjithnjë më i zakonshëm në mediat sociale dhe reality shows. Për hir të vërtetës, nuk kam çuar mesazh. Ky nuk ishte unë, por nëse dikush ka përdorur emrin tim për diçka pozitive, atëherë s'kam asgjë kundër. Më ka ardhur keq që është përdorur emri im në atë aspekt që mundet të më dëmtojë ndonjë raport që mund të jem duke e krijuar, tha ai, duke reflektuar mbi pasojat e këtij incidenti. Kjo ngjarje shkaktoi një valë reagimesh nga ndjekësit, të cilët filluan të diskutonin mbi natyrën e realitetit dhe besueshmërinë e asaj që shohim në ekran. Si gjithmonë, Big Brother VIP ngjall debate dhe opinione të ndara, veçanërisht kur vjen puna te ndjenjat dhe marrëdhëniet mes konkurrentëve. Redoni, i njohur për stilin e tij të drejtpërdrejtë në komunikim, shpreson që kjo situatë të përfundojë shpejt dhe se ai të vazhdojë me jetën e tij personale pa pengesa. Ai do të vazhdojë të ndjek pasionin e tij për artin dhe muzikën, duke e marrë si një mundësi për të reflektuar mbi përvojat e tij dhe rrugëtimin emocional që e shoqëron atë në këtë industri. Për Redonin, historia e marrëdhënieve shpesh është më e komplikuar se ajo që shfaqet